Dua ta nisim me diçka që më bëri përshtypje në punën tënde. E kishe një teknik sipas të cilës mos u anko për 7 ditë në vijim për asgjë dhe për asnjë person. A është e mundshme shqiptarët mos me u anku 7 ditë? Shumë e vërtetë, është një teknikë cilën sigurisht e keni gjetur në rrjetet e mia sociale, sepse vazhdimisht bëj thirrje që të mos ankohemi dhe të përpiqemi që gjithmonë të shohim vetëm aspektet pozitive, sikurse tek ndonjë person ashtu edhe tek ndonjë ngjarje. Ju e potencuat ne shqiptarët, me të vërtetë rresul është shumë e vështirë, mirë po asgjë nuk është e pamundur. Kështu që nëse e kuptojmë vlerën dhe rëndësinë e shëndetit tonë, atëherë duhet të kuptojmë se çdo gjë është e mundur dhe edhe të mos ankohemi është e mundur. Ngritemi çdo mëngjes me falënderime, me mirënjohje, edhe pa anku për asnjë person dhe për asnjë ngjarje. Kështu që po munden. Gjithsesi, unë kam mund, unë e kam provu dhe çdo këshill e imja është edhe një përvojë e imja. Asgjë nuk është e pamundur, po patë dëshirën dhe vullnetin. Veç 7 ditë ke mund apo ke vazhdu? Realisht tash jam bo imune ndaj kësaj ngjarje. Mirë po, ka pas edhe teknika tjera, sigurisht ju keni... Jo, po më intereson me undal të kjo e ankesave se bëni përshtypje. Ata që vinë aty, po, kur fillojnë mos me u anku? Në ditën e parë apo në ditën e fundit? Jo, realisht është një përvojë e gjatë, nuk është edhe aq e lehtë, sepse kërkon shumë vedije, kërkon shumë disiplinë, kërkon shumë këmbgulje rreth asaj çfarë ti ke vendos vetës, edhe unë këtë teknikë ndoshta është njëra ndër ato, sepse unë kam fillu sot mos u anko. Krijo sot, vetëm sot. Një ditë, po pra, domethënë hap pas hapi, çdo gjë hec, vetëm hap pas hapi dhe qëllimi i madh arrihet nga qëllimet të vogla dhe hapat e vegjël. Kjo është teknikë 7 ditë kur unë ndoshta e kam pa të arsysh me atë ditë me thonë brenda një jave, mirë po duhet fillojmë nga sot, sepse vetëm e sotmja krijon një të nesërme tjetër e cila është e sotme, e nesërmes. Kështu që krijohet edhe jeta e jonë edhe realisht edhe e krymë. E pse mos me u anku? Pse të ankohemi? U anku se për shembull kur den komunikacion nuk është mirë. Nuk funksionojnë gjërat. Nëse ne nuk ankohemi ato nuk përmirësohen. Fakt, nëse ankohemi me një mënyrë konstruktive dhe me një ide se si ta bëjmë zgjidhjen e kësaj ankesa apo kësaj ngjarje apo një komunikime me një person, atëherë është patjetër edhe pozitive ankesa. Mirë po, ideja ka qenë më shumë me ankesa të cilat nuk kanë logjik. Ankesa, ai person më tha kështu, ky e boni kështu, ajo më tha kështu, domethënë në raportet familjare, kunotat, vjerria, nusët, në raporte kolegiale, shefi, kolegja, kolegu, domethënë janë ankesa të cilat nuk e kanë ndonjë bazë shumë të qartë që ne duhet të merrem edhe t'ia kushtojmë gjithë energjinë dhe fokusin. Prandaj janë disa ngjarje në jetë dhe janë edhe disa persona në jetën tonë të cilat nuk e meritojnë energjinë tonë, nuk e meritojnë kohën tonë, nuk e meritojnë as minutën edhe as sekondin me u fokusu te këta. Si funksionon kjo? Si e përjetojnë ata që e bëjnë këtë trajnim 7 ditor pa ankesa? Fillojnë e shohin ndryshe jetën. Misioni im, kur e kam fillu në vitin 2022, ka titullin Shiko botën ndryshe. Dhe realisht i ka një parsyze të vendosura mbrapa dhe nuk i kam vendos përpara. Ka qenë një thirrje mbrëmshme që unë vetëm thjesht kam vendos me dëgju vetën. Dhe në momentin kur ti i ndal ankesat, e ndal energji negative, e ndal fokusi negativ dhe fillon fokusohesh tek ai qëllimi dhe dëshira jote, automatikisht gjendja jote e mbrëmshme ndryshon. Por jo vetëm e mbrëmshmja, sepse e mbrëmshmja korrespondon pastaj me të jashtmen. Dhe ndryshon edhe rrethona jashtme. Keme pas raporte më të mira me burrin, keme pas me fëmijët e tu, keme pas me vjerritë e tu, keme pas me kolegët e tu. Keme arrit qëllimet shumë ma lehtë, sepse reflekton një energji tjetër tek të tjerët.